Kemi ardhur në një kohë shumë të veçantë, të thellë dhe shpërthyese në historinë njerëzore. Nëse e ke zgjedhur këtë rrugë të zgjimit, e di se sa vetmuese mund të ndjehet, sepse vlerat e tua nuk përputhen më me shumicën e njerëzve rreth teje. Duket sikur jeton në dy botë. Një botë e mbrëmshme, e fshehtë, ku ndjen çdo emocion dhe intensitet të njerëzve, dhe një botë tjetër jashtë ku shumica ecin në gjumë, pa u shqetësuar për asgjë. Ti ndjen dhimbjen, vuajtjet dhe punon me shpirtin tënd, ndërsa të tjerët shpesh kërkojnë shpërqendrime dhe kënaqësi të përkohshme. Por ti kërkon më shumë, ti kërkon kuptim, ti kërkon lidhje të thellë dhe njerëz që të kuptojnë gjuhën e zemrës dhe shpirtit tënd. Kërkon familjen tënde, jo atë biologjike, por ata që rezonojnë me të njëjtin ton, që ndajnë të njëjtën frekuencë si ti. Është guxim të hapësh zemrën dhe të ndjesh dhimbjen e botës, sepse ekziston një ndarje e madhe mes pavetdijes dhe vetdijes, dhe ndonjëherë ndjen sikur bota e njerëzve emocionalisht është miliarda vite larg. Është ndjenja e izolimit, sepse zemra të thërret të bashkohesh me ata që janë të njëjtë me ty, që janë të ndriçuar nga Allahu dhe të përputhur me shpirtin tënd. Të shkëputesh nga vetdia kolektive është e rëndësishme tani. Dhe disa njerëz duhet t'i lësh pas, sepse ata nuk mund t'i marrish me vete. Thelbi i kësaj rruge është hapja e zemrës. Kjo është arsyeja pse jemi këtu, por kjo hapje shpesh ndjehet e deformuar si një makth nga i cili nuk mund të zgjohesh. Ky është realiteti i zgjimit shpirtëror, i guxishëm, i vështirë dhe shpesh shumë i dhimbshëm. Zgjimi kërkon forcë, durim dhe vendosshmëri. Para se të shfaqet drita, duhet të përballosh errësirën. Allahu krijoi dritën dhe errësirën. Pra, duhet të përballosh atë errësirë, depresionin, ankthim, traumën e trashëguar dhe çdo gjë të vështirë brenda teje. Do të kërkoj punë të vazhdueshme me shpirtin tënd dhe hapje të thellë të zemrës. Prandaj është e rëndësishme të bësh vetes këto pyetje përpara se zgjedh këtë rrugtim. A e do vërtet këtë rrugë? A je gati të përjetosh çdo ndjesi, çdo dhimbje dhe çdo dhuratë që sjell zgjimi? Sepse shumica e njerëzve friksohen nga fuqia e tyre, nga drita që Allahu ka vendosur brenda tyre dhe nuk janë të gatshëm ta shohin apo ta zgjojnë atë. Bota mund të duket shumë e rëndë tani, se kjo është një transformim i madh dhe një kalim shpirtëror në historinë e njerëzimit dhe vetëm Allahu është drita që udhëheq në këtë rrugë. Nëse je në këtë rrugtim shpirtëror, më trego në komente a rezonove me këto fjalë dhe si ndihesh tani.